Avokat, si mendoni, pse Berisha nuk tërhiqet nga drejtimi i Partisë Demokratike dhe të mbajë përgjegjësi për humbjen dhe ku një pjesë kërkon dorëheqjen e tij, apo në këtë rast është duke mbrojtur familjen e tij, pra konkretisht fëmijët e tij, përmes qëndrimit në krye të Partisë Demokratike? Nuk i ka ngelur mbrojtje tjetër. Mbrojtje ligjore nuk ka. Akte zyrtare që të vërtetoj të kundërtën e krimeve që ka bërë nuk ka. Është i bindur 100% që ka mbi supe jo thjesht dhe vetëm këtë aferën e korrupsionit Partizani, por ai e di që shumë shpejt tani vajza e tij dhe djali i tij do të merren në përgjegjësi penale, edhe ata për korrupsion aktiv do merren në përgjegjësi penale për pastrim të parave të pista edhe për mos deklarim të ardhurave. Sikurse po hetohet edhe jashtu quajturi fondacion Iliri Berishës, ku dalin afera të rënda korruptive, vjedhje masive të rënda me miliona euro që Iliri Berisha ka bërë nëpërmjet atij fondacioni dhe që i ka shndruar në vila, duke filluar nga Greqia, në Holand, në Zvicër, në Belgjik, në Hungari e të tjera. Kështu që janë edhe proceset tjera mbi Berishën, 20 janari po e po, Gërdeci po e po, që janë, domethënë, janë në proces shumë shpejt, do të dëgjojmë se çfarë do bëhet me to, por kur them për Argita Berishën, Shkelzen Berishën, nuk kam parasysh vetëm aferat e rënda, domethënë te Gërdeci edhe tek trafiku i armëve, ku është përzierë dhe Argita Berisha me Jamar për Maltezin, edhe me Lulzim Bashën madje, por edhe afera e rëndë korruptive me rreth 110 milion euro me Damian Fazliqin dhe Lazarovicin, të cilët kanë përfituar nëpërmjet VKM-ve të Sali Berishës këtë shumë që unë juve ju thash, përkundrejt dhenjes dhe prej tyre të një shume të jashtëzakonshme mbi 50 milion euro në formën e asaj aferës për nderin thonjza të madh që këta i bën për t'i dhënë këto, domethënë këtë shumë të konsiderueshme nga energjetika shqiptare Fazliqit, dhe që e bën energjetikën shqiptare e lidhën tërësisht me Beogradin, në vend që ta lidhnin me Italinë dhe me vendet e tjera të Bashkimit Evropian ku ne duam të futemi dhe sikurse po veprojmë sot. Kështu që në këtë drejtim Berisha tani nuk i ka ngelur absolutisht asnjë lloj, nuk ka tjetër armë në dorë përveç se të mbaj fortë, qoftë edhe sa do të vogël atë Partinë Demokratike, e cila faktikisht, nëse janë 500.000 vota, nuk janë të Sali Berishës, ato janë të alternativës kundër qeverisjes që është aktuale. Dhe ata nuk duan këtë mënyrë qeverisje, ata duan një alternativë tjetër, ata duan të vinë vetë në pushtet, sepse e duan Partinë Demokratike, atë të viteve 90 me ata idealiste të tjera, dhe që kur vjen problemi për t'i dhënë përgjigjen Sali Berishës, domethënë për t'i thënë atij që nuk dalim dhe nuk votojmë për ty, por ne votojmë për këtë alternativë të cilën e duam pa ty, ata e tregojnë protestat që bëhen. Fakti, erdhën 47 kryetarë shtetesh në Shqipëri, ishte eveniment i jashtëzakonshëm kombëtar, unë do ta konsideroj një nga më të mëdhat pas shpalljes pavarësisë Shqipërisë, sepse e pam vetë çdo të thotë sundohet Shqipëria nga e gjithë Europa dhe me vlerësimet jashtëzakonshme për vendin tonë, për qeverisjen dhe për kryeministrin Edi Rama, dhe në një situatë të tillë, aty i shkuan atje në protestë 230 veta, që ishte një turp i madh, domethënë një lloj si ato çingit tek ai filmi Koncert në vitin 36, që i nxorja i beu atje, që i bini dajreve ato dhe vaj, gishat me kajmak, o moj gocë e vogël, më bere me rak. Kështu e bënde dhe Saliu aty, dhe çfarë halli ka Shqipëria e shqiptarët, dhe ai ka hallin thjesht dhe vetëm të familjes tij. Pra me këta 200 veta edhe po
qenë pak më shumë me këta, ai do ta mbroj faktikisht familjen e vet në emër të ashtuquajturës shefi i opozitës, në emër të ashtuquajturës që unë jam ai i Shqipërisë madhështore që ka me vet edhe këto 11-12 partitë tjera politike e tjera, por që realisht të gjithë janë të distancuar prej tij. Zoti Beqiri, të kalojmë pak tek ish presidenti Ilir Meta, i cili është marrë zyrtarisht i pandehur dhe është njohur me 3 akuzat ndaj tij. Çfarë do të thotë tashmë ligjërisht marrja e tij zyrtarisht i pandehur, por edhe vetë 3 akuzat çfarë përbëjnë në vetvete? Ilir Meta edhe bashkëshortja e tij tashmë zyrtarisht janë të pandehur, janë të akuzuar dhe do të shkojë kërkesa për gjykim në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar me akuzën e korrupsionit pasiv, me akuzën e pastrimit të parave dhe me akuzën e mosdeklarimit të ardhurave. Janë 3 akuzat renda, edhe këto, sikur që më thash edhe më parë, pra dënimin maksimal e kanë deri në 15 vjet burg, edhe përjedhoi të 2, domethënë këta bashkëshort ose të ndarë kështu në mënyrë fiktive, se reale nuk janë të ndarë, po e bën këta vetëm të shpëtojnë qartë mundin nga pasuritë që u kanë grabitur Shqipërisë dhe shqiptarëve, pra që të ndahet edhe kjo lloj, domethënë të mos i kërkohet njerit pasuria, edhe mase shpëton tek tjetri, dhe akuzat janë të provuara, katërcipërisht të provuara, si ajo e pastrimit të parave nëpërmjet lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe mos deklarimit të ardhurave, sepse na u gjetën ato para që atje u quan, nuk justifikon dot partia e Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, nuk justifikojnë dot gjithë ato shpenzime mjekësore dhe estetike që kanë bërë, sepse është një shumë marramense. Vetëm në San Marino janë çuar 287.000 euro, çka do të thotë, domethënë, shifër e jashtëzakonshme, dhe ai nuk justifikon dot, na i ka marrë këto, sikurse nuk justifikon dot edhe shpenzimet marramense që ka bërë për 3 fëmijët e tij, të cilët kanë jetuar në luks të jashtëzakonshëm në qendrën e Londrës, në vendin më të pasur të Londrës, dhe ku kanë vazhduar studimet. Minimumi, domethënë, është 10 milion pound i ka shkuar vetëm për 3 fëmijët e tij. Na u morën, ku është burimi i tyre? Sepse me një rrogë e cila në vit, domethënë nuk të vete më shumë se 40-50.000 euro, atëre na i nxorë ti këto, se rrogtar, e shahir rrogtar janë gjithë të tjerët. Përjedhoj pra e kam fjalën që kjo është ajo që ati do t'i thotë mirë se erdhe, si maja e icebergut, po pasaj Ilir Meta ka afera e të tjera shumë herë më të rënda. Ilir Meta nuk do t'i shpëtoj dot, edhe do të përgjigjet një për një për vjedhjen e Floridit Krabës, sikurse do përgjigjet një për një për shfrytëzimin që u ka bërë atyre mbi 70-80 guroreve me që nxjerrin dhe mermer, dhe që ka shkuar deri në Indi ai mermer, dhe që futen ato në xhepin e Ilir Metës dhe të Monika Kryemadhit, madje edhe me pasoja të rënda, sepse në këto gurore deri tani numri i vrarëve është 9. 9 janë vrarë, domethënë, për llogarit Ilir Metës edhe në aksidente të ndryshme atje në to. Për të mos folur pastaj për privatizimet e tjera, siç është Armua, siç është Alpetroli, siç është Banka Kombëtare, siç është Profarma, e tjera, që siç është hoteli 15 katësh këtu në Tiranë, e kam parasysh shqiptarët, sikurse është fabrika e birës e Tiranës, fabrika e birës e Korçës, të cilat janë dora korruptive dhe përfitimet më të mëdha i ka marrë Ilir Meta, sikurse është aeroporti i Rinasit, sepse duçkollari e mori nga Gjermani dhe ja dha kinezit me një përfitim miliona euro,
dhe që 80% atyre miliona eurove në këtë aferë korruptive i ka marrë edhe i ka ndarë me Ilir Metën. Kështu që Ilir Meta ka fundin dhe familja e tij e kanë fundin e zi.